أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falenderimet, lavderimet më të sinqerta janë për Allahun, krijuesin ton, kurse salavatet, selamet, përshëndetjet, uratat më të mira, më të përzemërta janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës. I kemi marrë që disa xhuma, disa shpjegime shumë të rëndësishme për besimtarët dhe për njerëzit në përgjithësi. Edhe jemi te tri shkallët të cilat, tri gjëra të cilat e ngrisin muslimanin në shkallë të larta tek Zoti i Madhnueshëm. Fillimisht i kemi përmend tri gjëra të cilat duhet me urujt njerëzit sepse shkatërrohen prej tyre. E ato kanë qenë kooperacia e tepruar. So për përkujtim, kooperacia e tepruar, mos me dosh njëri as me dhon, as me fol. Kooperaci madh. Pastaj pasimi i egos, i epshit ton, jo i drejtësisë. Dhe pastaj vetpëlqimi i njeriu. Sidomos ne fetarët, me mendu që ti je ka gjë mirë edhe ka gjë në rregull, e të tjerët që s'po vinë në xhami, ata janë shumë më të këqij se sa ti. Vetpëlqimi na shkatron, duhet me urujt pra. Këto janë tri shkatrimet që kemi ligjëru për këto gjumat e kaluara. Pastaj tri shpëtimet i kemi shpjegu. Tri gjërat që e shpëtojnë njeriu. Cilat janë? Shkurtimisht, drejtësia. Drejtësia e shpëton njeriu. T'jeti drejt edhe kur të është i zemrun, po edhe kur është i gëzuar. Të mos gjykoj veç pse është i gëzum, me gjyku në mënyrë jo të drejt, ose nëse është i hidhrum, me gjyku në bazë të hidhrimit të tij, me i bën pa drejtësi tjetrit. Pra t'jeti drejt. Pastaj maturia në varfëri edhe në pasuri. Dhe pastaj frika, droja, frikë respekti ndaj Zotit Madhnueshëm, qashtu qysh ja ke frikë respektin në publik, qashtu me ja pas frikë respektin edhe kur je në fshehtësi, kur nuk të sheh kurkush, kur je vetëm ti me Zotin. Këto gjëra të shpëtojnë, këto tri gjëra. Pastaj i kemi përmend gjumon e kalume tri gjëra të cilat na i fshin mëkatet, na pastrojnë. Njëra ndër to ka qenë marrja e abdestit në formën më të mirë. Jo mja bë adetin, po me marrë në formën më të mirë. Edhe kemi përmend disa urtësi këto, sa do që na u duket e thjesht kjo. Pastaj ecja drejt xhamisë, ardhja në xhami, rrugtimi yt prej shtëpisë deri në xhami, që i rrugtimi yt të pastron nga mëkatet. Nëse ti e bën me sinqeritet dhe pa asnjë interes të kësaj bote, vetëm për të arritur kënaqësinë e Zotit Madhnueshëm. Dhe pritja e namazit prej namazit tjetër derisa të vijë namazi i arshëm. Duke qenë edhe në punë, duke qenë edhe në shkollë, ti me prit namazin e arshëm me kënaqësi, jo me thonë si të vjet ai ki gajle ta kry. Pra këto gjëra na i fshin mëkatet. E tash, tri gjërat e para na shpëtojnë mos me u shkatru, na ruajnë mos me u shkatru. Po besimtari nuk duhet me pas synimin kaq tolt, veç mos me u shkatru. Po duhet me pas synimin edhe me shpëtu. Pra janë ato tri gjërat që na shpëtojnë. Pastaj edhe tri gjërat të cilat na pastrojnë. Ti ndoshta shpëton, po ma mirë me dal para Zotit i pastruar, sepse prap është një turp nëse Zoti ti përmend edhe ti të shtin me lexu librin autorit të cilit je ti si njeri, autori i veprave tua, kur do ta lexojmë librin ton,
para Zotit madhnushëm, nëse e sheh aty në ai mëkat që e ke bon, është turp kur ta lexojsh para Allahut madhnushëm. Prandaj nuk mjafton veç me shpëtu, po duhet edhe me u pastru. Dhe shënimet e besimtarëve të sinqert duhet janë shumë të larta. Ju edhe veç me u pastru, edhe ju veç me shpëtu, po me u ngrit në shkollë të lartë tek Zoti i madhnushëm. Me hyn xhennet, po në shkollë të larta, në shoqëri me njerëzit më të mirë që kanë shkel mbi sipërfaqen e tokës, në shoqëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë. E këto të cilat na ngrisin në shkollë të larta, në ne është përmend të ushqyerit e të tjerëve, pra ndihma ndaj tjetrit, të ngrit në shkollë të lartë. Allahu në Kur'an ka thonë, ata cilët i ushqejnë të tjerët, ju ndihmojnë të tjerëve, ju shërbejnë të tjerëve. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne nuk dojmë, ata i ndihmojnë dhe thojnë, ne nuk dojmë as falenderim, as nuk presim ndonjë mirësi, ndonjë mirënjohje për juve. Këta e bojmë vetëm për hir të Allahut, se e dim se on vepër e mirë, Zoti e do. Ata cilët e bojnë këtë vepër do të ngriten në shkollë të larta tek Zoti i madhnushëm. Këtu është përmend ushqimi për arsye se shumë kohë njerëzit kanë pas nevojë të madhe për ushqim. Tash ndoshta në këtë kohë ne nuk vuajmë nga skamja. E këto automatikisht do të me përkthyn në çato që vuajmë. Ne vuajmë me i shërby tjetrit, të tjerët vuajnë që na nuk po i shërbejmë atyre, e kështu me radhë. Ndoshta për bukë mo nuk ka nevojë dikush, po ka nevojë për shërbime tjera. Automatikisht mësimin islam e përkthejmë në shërbim ndaj tjetrit. Cilin do shërbim ti që ja bën tjetrit, cilin do vepër që ti e bën për me ndihmu tjetrit, me ja lecu tjetrit, do të ngritesh në shkollë të larta. Sepse për ushqimin që është përmend këtu tash ndoshta nuk jemi në atë gjendje që vuajmë nga skamja. Bile unë mendoj që tash vuajmë nga kamja, nga të pasurit. Po ti ngjallnim edhe hoxhallarët e vjetër, ju vetëm fetarët, edhe hoxhallarët e vjetër, edhe po ti merrnim ata me vete tash në këto darkat tona që po i organizojmë, e në restorante të ndryshme, e në shtëpi të ndryshme, edhe kur ta shohin ata se so ushqimi e so mishi kthehet prap, edhe nuk konsumohet hiç, pro so masraf bëhet, ata do të na thonin, jo si tash që thojnë as ban me tepru me hongër shumë, ata do të na thonin haram ju kuft, qysh pe kthen mishin prap, e qysh pe kthen gjithë këtë ushqim prap. Pse? Sepse atëherë s'kam e madhe. Edhe kjo është konsideru me bo me ndodhë që kjo, ata pa dyshim që kishin konsideru që kjo është haram. E tash ne do të me ja përkujtu vetës, sepse kur të bëhet një sen normale, ti mo nuk e llogarit që janë haram edhe nuk i kërkon folja Zotit që janë haram, se e zakrit normale. Që kjo është rreziku më i madh i fetarëve, që kur të bëhet një punë shpesh edhe bëhet gati si rutinë, ata mendojnë që është edhe e lejueshme kjo punë. Edhe tash ne sofrat tona kemi masraf çdo herë. Inna Allahe la yuhibbul musrifin. Allah nuk i do ata të cilët bojnë masraf. Amo na pak e heq na shkon menja me i kërku folje Zotit, që i na të bo masraf, e me mendu mos me bo masraf, me mendu që me bo ushqimin qaq sa kemi nevoj. Pra, na ngrit në shkollë të larta shërbimin ndaj të tjerëve. Në ndë, ajo gjë e cila na ngrit në shkollë të larta
tek Zoti i Madhnushëm është përhapja e selamit, përhapja e përshëndetjes, përhapja e dashurisë në mesin e njerëzve. Mos me përhapu urrejtje. Nëse na nuk përhapum dashni, respekt ndaj tjetrit, po përhapum urrejtje, kjo na ul, sepse qysh janë deregjet që është përmend që na ngrit në shkollë të larta, njëjtë është derajet, mu ngrit lart, deraket me ul sa ma push në shkollë të ulta të xhehenamit. Nëse na mbjellim urrejtje, a ne jemi duke e bon venin. Nëse na mbjellim dashni, respekt, ngritemi në shkollë të larta tek Zoti i Madhnushëm. Jo rastisht është përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thënë, nuk do të hyni në xhennet derisa të besoni, edhe nuk keni besu derisa ta doni njëri tjetrin. A doni t'ju tregoj diçka që nëse e veproni, do të duheni me zvete. Përhapni selamin, përshëndetjen me njëri tjetrin. Tash ne kemi fetor që ndoshta vjen xhami edhe me një përplasje me një besimtar tjetër, thot, unë as selam mos i dhon këtina. Hiq as selam si dhon, edhe thot me krenari, mësimet islame kur kun së përmen që këtë gjest me u bon. Edhe nëse ki të drejt, nuk u përmen, a e kundër ta u përmen, që dashnien me mbjell, me dhonë selam, me përhop sa ma shumë selamin. E bashkë që ato që u përmen që duhet me përhop sa ma shumë, ne i dëgjojmë shpesh herë muslimanët, fetorët edhe ata të cilët vinë xhami, duke thonë, unë as selam si jap tina mo, heq, me to as selam as kelam, heq. Edhe e ze vetin që është të bon diçka fetarit modhe. Pro kjo kondër lidhe edhe me ato shkatrimet, pasimi i epshit, i egos ton, edhe mos drejtësia në hidhrem dhe në gëzim që thamë. Pro përhapja e selamit e largon urrejtjen tonë. Nëse ti ki urrejtje, bashkë që ato të cilin jetë e urrejt, ti përshëndetje dhe mundohu me i dhonë selam edhe mos me mbojt i noti me tonë. Qështu luftoje egon, qatë egon e mbrendshme që e kemi se cili prej nesh, edhe që munduemi me mojt një farë stofi edhe një farë krenarie, që une si flas këtina heq. Sepse qëtu testuhet besimtari edhe qëtu ngritet ai në shkollë të larta. Jo rastisht pro, ngritemi tek Zoti i Madhnushëm, pro jemi duke e bon një vepër të madhe për me ngrit tek ai. Pro përhapja e selamit dhe mbajtja e lidhjeve vllazërore me njëri tjetrin, jo me mbajt inate vllazërore, inate me vëllezërit e xhamisë. E lemo me antarët e familjes e kështu me radhë. Edhe nuk përfiton, duhet me cej këto, kur, heq. Psikologët më të mëdhaj me i konsultu. Nëse ti mboni note, edhe ai nëse ka faj. Nëse ti mboni note edhe thuone si flas atina, heq, s'du me i fol. Ti je ai që ke me pësu. Nuk ke me i bo dam ati, kur gjon, ti ke me i bo dam vetë vetës edhe në këtë dynjo si rahat, po edhe në botën tjetër, nëse i shkut lidhjet në tukë, Allah ka thonë i shkus lidhjet me ty. 20 vjetë unë i kam edhe me krenari ka njerë që thujnë si flasën e ati, që 20 vjetë e moj men unë e idhnimin me tonë, që 15 vjetë e moj men idhnimin edhe se harroj kur, po ti vetin i të dëmtu, vetin i të ngarku, nëse ti shkon edhe i fol ati edhe mund këtë egon tone, që të zemrimin tanë, dhe jale Allah të Madhnushëm, edhe i flet atina, ti ke me undi lumtur brenda teje, këto e pranojnë edhe psikologët, po kështu ka thonë edhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Edhe s'ka nevoj me shiku hadithin a është sahih ajo, edhe pse është, po s'ka nevoj me shiku sepse logjikisht kjo është qashtu. Na mujna me testun praktik, nëse ti jep selam dhe mundohesh me i bo mirë edhe ati cili të ka bo keq, ti do të ndihesh i lumtur. Pra kjo e vërteton që kjo fjali është fjali hynore, me edukatën hynore prej Zotit Madhnushëm, pra
është eduku pejgamberi alayhis salam për me thonë këto. Dhe në shkollë të larta na ngrit namazi i natës, veprat e mira në fshehtësi, që e përmendëm, i shpëtoj njerëzit, e shpëtoj njeriun, ajo vepër, ai gjest kur ai qashtu qysh ruhet në publik, edhe respekton Allahun edhe bën vepra të mira në publik, qashtu edhe në fshehtësi kur kurkush se sheh, ai me bën vepra të mira. E ngrit në shkollë të larta pro namazi i natës, kur të tjerët ndoshta janë duke flejt, ai quhet dhe i fal 2 rekate 5 minuta vetëm për hir të Zotit, i lutet atij. Do t'i qetësohet zemra në jetën e kësaj bote dhe do të ngritet në shkollë të larta tek Zoti i Manushëm. Pra, kjo vepër është ndër veprat më të mira dhe në adhurimet më të mira që e ngritin besimtarin tek Zoti i Manushëm. Është adhurimi pra i të sinqertëve, është përmend në Kur'an ky namaz. Po ju vetëm namazi, çdo vepër që bëhet për hir të Zotit, në fshehtësi, pra pas një interes, mos me të po kurkush, të ngrit tek Zoti i Manushëm në shkollë të larta. Para mendon një president, një mbret i madh, dikush me post madh me thonë çdo natë zgjohu dhe lot mu çka dushun e t'jap. A do të mungoje në atë takim? Asnjëherë. Po Zoti i Manushëm ka tregu që për çdo natë zbret në qiellin e dynjos dhe thot, a ka dikush që më lutet mu? E unë t'i përgjigj në ati. A ka dikush që më lutet që t'i jap diçka? E t'i jap atij. Pra ne i neglizhojmë ka gjë shumë do vepra që në sytë tonë janë shumë të vogla, ama na ngrisin në shkollë të larta tek Zoti i Manushëm. E lusim Allahun e Manushëm që të na shpëtoj prej atyre 3 gjërave shkatruese që i përmendëm në fillim. Të jemi prej atyre që shpëtojmë duke i praktikuar 3 gjëra që e shpëtojnë besimtarin. Të jemi prej atyre që i praktikojmë edhe 3 gjëra të cilat na i fshin mëkatet dhe të jemi prej atyre që e përhapum selamin, nuk mbajmë urrëtie ndaj tjerëve, ju shërbejmë të tjerëve, edhe bëjmë vepra të mira, edhe kur të tjerët nuk na shohin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum.